Si po ndihesh këtej nga kjo ana? Si zonjë shtëpie. Shumë mirë. Kam ardhur këtu sot e do ta filloj javën duke gatuar. Në mëngjes tani do gatoj për ushqimin dhe pastaj të shkoj në fakultet për të gatuar për shpirtin dhe për mendimin. Janë dy gatime kështu brenda një dite që besoj që do t'i bëj me shumë dashuri. Që i bën me shumë dashuri, kjo është pak po e sigurt, sa edhe unë që nuk kam lidhje me të qeni drejt për drejt studente e juaja, me çfarë dëgjoj njerëzit të gjithë që ju thrasin zysha, shpesh herë ju kam thirrur edhe unë kështu. Po, kështu do thrasim edhe sot. Dhe unë do vazhdoj të them zysha. Po, se kemi më kollaj kështu se sa kur thua zonja Nora, po. Se në mëngjes dhe në gatim nuk ka me zonja dhe zotërinj, po ka me bashkëpunim dhe ka me ndim dhe ka Në më afër, është më afër. Bravo, për t'i bërë gjërat pak më me dashuri. Po unë kam një kërkesë. Më thuaj. Si kocë që të kam, a mund ma bësh një kafe? Sa të duash. Ndërkohë që ti bën kafen, unë them çfarë kam zgjedhur sot për të bërë. Në fakt sot e kam ditë shumë të shenjtë personalisht. Vërtet? Po. Do më thuash pse? Do ta them pse, sepse sot kam ditëlindjen e Timbiri, që për mua me gjithë që është bërë 36 vjeç dhe i uroj bekimet më të mëdha në jetë, ngelet gjithmonë ai fëmia i vogël që më ka dhënë dashurinë e madhe dhe që më krijoi mundësinë që të bëhesha nën, që ndoshta është momenti më i jashtëzakonshëm i njeriu. Kështu që prandaj sot doja ta ndaja këtë gëzim të jashtëzakonshëm me ju dhe të kuptoj që sot po gatuaj dhe për të. Dhe është ai roli që e ke luajtur gjithë jetën edhe për të pak a shumë dhe sot po e ndan edhe me publikun. Po e ndaj edhe me publikun duke kuptuar që njeriu është një qenie njerëzore që kur e vepra e tij është të sjellë fëmijët në jetë dhe t'i edukoj sa më mirë ata dhe t'i bëj që të jenë të aftë për jetën. Edhe 100 vite ju urojmë edhe ne si staf, të ketë shëndet, është shumë e rëndësishme dhe vetëm gëzime në familjen tuaj. Faleminderit shumë dhe shumë mbarësi. Faleminderit. Atëherë, unë po bëj një ama kafe për zyshnorën, ndërkohë bashk prezantojmë edhe çfarë do të bëjmë fillimisht. Unë dhe po filloj që të kap kohën, se kur fillon të gatuash nuk ke shumë kohë të harxhosh me biseda, po ndërkohë ne do bëjmë edhe bisedat. Atëherë unë sot kam vendosur të bëj një musaka. Musakaja është e përbërë me patate, me patlıgjane, me mishin e grirë, me qepën dhe me atë që quhet pjesa shumë e rëndësishme që mbasi vendos të hiqin dhe gjithçka që shtron në tavë, sipër i vendos edhe atë që quhet kremi bechamel. Dhe do të jetë një ushqim shumë i mirë nëse zonjat kanë në shtëpi këto produkte që janë patatet që në fakt i kam ngrirë dhe i kam hedhur pak për të marrë një shumë pak val, duke menduar që patatja është pak e vështirë kur piqet në furrë, kurse këto zarzavatet e tjera janë më kollaj dhe do të marrë edhe patlıgjanat për t'i prerë dhe më pas për t'i shtruar në tavë, po ndërkohë përpara kësaj do të marrë qepën për të përgatitur, po Katerinë e dashur do më ndihmosh pak për të përgatitur qepën. Jo, qepën, po për të ndezur pak pianurën, edhe për ta hedhur po e hedh në grirëse në mënyrë që po më mirë. E kemi më të shpejtë dhe ta vendosim këtu në prizë. Përdorim grirësen Kenwood për ta lehtësuar dhe shpejtuar procesin. E bën edhe më mirë sepse e grin imët dhe nuk ka nevojë që të ngelet ajo qepa që zakonisht fëmijët nuk kanë dëshirë, nuk e duan, kanë bezdi kur e ndiejnë në shije, po ndërkohë nuk ka gatime pa qep. Është domosdoshmëri në lidhsin e çdo gjëje. E vendosim kështu pra qepën gati tek grirësja Kenwood, ndërkohë unë kam ndezur pianurën dhe besoj do të nisim me vajin pemat, nisim me vajin e ullirit. Po, do të pak vaj ulliri. Ka hedhun apo? Po, hidheni ju. Do të hidhet aq sa për të mos e bërë dhe shumë të yndyrshme, se ju të rinjt sot nuk doni shumë yndyr, doni yndyr aq sa duhet dhe Po, numërojmë kalorit. Po vaji i ullirit është një dashuri. Dhe neve jemi shumë të bekuar si vend që kemi ullishte dhe një mundësi për super grisë është kjo. Ja, imët në pak sekonda. E bëra aq të imët, po jo shumë të lëngshëm, për arsye se shumë i lëngshëm
krijon pak problem dhe ndërkohë Ja, kështu, këtë bëjle këtu. kemi hedhur vajin. Nëse duhet më shumë, Do edhe pak fare, po. Shtoja shumë. Edhe pak, ja, edhe pak fare. Me pema olive oil gatuajmë pra me vajin e jugut të Shqipërisë, ashtu si që gjithmonë e kemi prezentuar nga Saranda, është pikërisht ajo zona ku ndodhen ullishtet dhe prodhohet një vaj në cilësi fantastike me teknologjit fundit italiane. I presim këto patlıcanët në formë rumbullake, sepse do t'i shtrojmë në tepsi. Dhe i kalojmë një kaurdisje jashtëzakonisht shumë të lehtë, sa për të marrë atë shijen dhe për të thyer. Shumica do gatuhet në furrë, pra. E gjitha do gatuhet në furrë, kjo është thjesht sa për t'i dhënë pak fare. Në përditshmëri ke kohë të gatuash? Unë gjithmonë gatuaj, sepse unë kam pasjetuar me prindrit e bashortit, derisa ata shkua në botën e përtejme dhe kështu që isha njeriu që bëja të gjitha llojet e punëve, nga gatimi, ke pastrimi, ke rregullimi, po dhe edhe pse ke qenë pedagoge, ke qenë politik. Po çrëndsi ka njeriu, ato i bën plus, janë detyrime që i ka vënë vetes, por prioriteti është familja. Nëse ti në familje je okay, çdo gjë vetë okay dhe çdo gjë shkon në mënyrë perfekte pastaj dhe nuk ke nevojë që të krijosh edhe edhe pak fare. Se duan pak patlıcanët. Nuk është doja të kishte shumë vaj, prandaj dhe pak atëherë nxehtësinon. E përzgjodha kështu, të falenderoj. Ti je një super ndihmëse, po ndërkohë faleminderit, e certifikuar. Po, je certifikuar, e ke bërë stazhin tani mund të bësh atë vetë gjëra. Problemi është që bashkë me certifikimin e kësaj gjëre ne vazhdojmë dhe bashkë bisedimin për të kuptuar se kur gatuar njeriu ka dëshirë të ndaj me njerëzit dhe zakonisht po t'i shohësh mamat kur gatuajnë, duhet të marrin kohën e tyre dhe koha e tyre është kjo që ti t'i qëndrosh gjërave në kokë. Po. Mund të marrë një kështu ti më thuaj mua se ndihmoj unë. Një pjatë të vockën. Marrun një pjatë. Ose qoftja dhe këtu, s'ka problem, se po e vëdhe. Bravo, të falenderoj. Të lutem. Se unë jam si ajo, nusja e re në kuzhinë, që sa t'jam soj dorë në kuzhinës. Sa të thosh vendet e gjërave tona këtu, edhe unë e kam patur gjithmonë. Kjo është hera parë. Kur të vi herën e dytë pastaj, do ta kem shumë kollaj dhe do të them që Katerina, ti rike cepi aty, ndërkohë i gjej vetë unë të gjitha gjërat. Po është kënaqësi për mua. Është shumë kënaqësi kur ti gatuan për njerëzit e tu të dashur. Por kjo sot thot që nga një herë mamat mos i ndihmojmë, se e di cila është pyetja më e vështirë e mamave? Është kur i pyet fëmijët çfarë do gatuajmë sot? Po, çfarë doni sot për drekë? Edhe përgjigjja është si është përgjigjja? Zakonisht është çfarë të duash ti? Çfarë që është përgjigja më pa përgjigje, që do me thënë të vënë në siklet, se ti jo vetëm që do gatuash, po do mendosh edhe a e ke gatuar që atyre ju pëlqen apo jo, dhe nëse s'ju pëlqen, do fillon të ta lënë gjellën dhe po, se mund të çfarë të duash ti, po në fund ka fjalë, po mund të kishim bërë një gjë tjetër. Sikur ta kishe bërë ndryshe, shiko. Për shembull, ajo e vogla thotë, "Nëna, të lutem," thotë ajo, "mos i hidh qep, mos i bëj," them unë. Po nuk kemi si ta bëjmë gjellën pa qep, jemi të detyruar ta bëjmë. Ama ka një recetë që ajo do shumë ndër të tjera që ti e di po i bëre këtë e kënaqe. Receta që ajo do shumë është supa. Supën që unë ja bëj, ajo më thotë mua, "Nëna, të lutem, më bëjnë çik supën time." 1, 2, janë kanelonit që vdes për ato. I duken ushqime shumë të shishme dhe shumë të këndshme. E treta janë kuptohet si që kanë fëmijët byreku, pizza, to gjërat me brumra. Pastaj fillojmë se ne na pëlqen shumë të gatuajmë të dyja. Sa mirë. Dhe kur vjen ke unë, ajo thot, mbasi do vendosim se çfarë do bëjmë, thot fillojmë një çik tani dhe ja bën. Përshëndetje, se do hapi dhe videon që të bëj video. Bën dhe video ndërkohë. Dhe nuk e di se sa video kemi, sepse gjithë qefi i saj është që ajo nuk gatuan vetëm, po ajo luan duke gatuar.
Sa qef, edhe kështu mëson nga pak. Dhe çfarë ndodh kur ajo luan duke gatuar, ajo mëson, dhe ndërkohë duke mësuar, ajo fillon ta doj ushqimin dhe paralelisht me këtë, ne fillojmë dhe themi edhe rëndësinë dhe vlerat që kanë perimet e ndryshme, pse neve duhet i duam, pse duhet i ham, me thënë shfrytëzon momentin edhe për të edukuar, përveç se është një formë që ti me të pastaj mund të bashkëbisedosh, ose fillon dhe i tregon se të pyet ç'a i ke bër babit kur ka qenë i vogël, ai pëlqente babit për cila është ushqimi që i pëlqente më shumë. Edhe ai me brumrat e kishte? Jo, ai ka qenë një fëmijë që ka ngrënë gjithçka. Është një fëmijë shumë i mbar, kështu që kur e përgatita që kur të shkonte në shtëpinë e tij, mos e vinte në siklet as telën për të gatuar, edhe vetë të mësonte të gatuante dhe tani di dhe të gatuaj. Kjo është gjë. Dhe kur di të gatuash, di dhe ta shijosh pasaj ushqimit. Patjetër, sepse nëpërmjet gatimit dhe shijimit të ushqimit i bën vlerësimin e gjithë shkaje të bukur. Ndërkohë që i kemi kaluar një kështu të shpejt, i hedhim edhe pak krip në mënyrë që ta marri të plot, edhe pak fare piper. Dhe i heq këto që janë sepse më shumë. E duam edhe këtë. Ndërkohë tani po heq këto që janë iqi të gjitha, jo, ti heqim të gjitha, jam e një minutë më, dhe vendosim, po. Në mënyrë që, faleminderit. Sepse këto nuk duan shumë, duan thjesht një faqe. Në rregull. Ne po shohim pak recetën me shkrim ndërkohë, teksa do kalosh edhe patullxhanët e fundit në tigan. Atëherë, shohim bashkë çfarë na duhet për musakan që po përgatit zyshnora sot. 1 kilogram patate, e llogaritur kjo për 4 persona, gjysmë kilogrami patullxhan, 1/4 pra çerek kilogrami mish të grirë, 2 qep, 4 thelpinj pudra, pure domate, do që ta hesh, lëre se hesh unë pastaj, s'prish punë, besoj se do, gjeja e hesh unë një herë. 2-3 gjethe dafin, piper të zi, na duhet dhe një gotë verë e kuqa. Kam përshtypjen ka që janë përbërësit me shfarshon, në rregull. E sigur të ti hesh. Iqit edhe të ftojmë pak me ujë, sepse do të tani... Si po unë tani. Pra, deri tani po përgatisim bazën kryesore të musakas, që lidhet me patullxhanat dhe me patatet. Patatet ju dham vetëm një valë të shpejt, në mënyrë që ajo të bëhet sa më shpejt, dhe tani jemi në fazën që do të përgatisim pjesën shumë të rëndësishme që lidhet me Në merrem me mishin besojo për mbushjen. Tani do marrim këtu, po vetëm më duhet... Ja se vi unë direkt. Ndim, se zdita... Po, kam përshtypjen që e bëra. Tani, këtë nxerja këtu, hedhim, basi kemi prerë qepët, hedhim vajin e ullirit. Kafja ofto. Kafen e pim... Ndërkohë. Duke punuar dhe duke pirë kafen. Hajde gëzuar një javë të mbarë dhe të bukur, edhe me krah të lehta zonjave, edhe të gjithë atyre që sot janë gdhirë në ditë të ftohtë të kenë sa më shumë lehtësim në gjithë punët e tyre dhe në nevojat që kanë. Ka qenë në fakt javë fillim viti, po them, pak i vështirë për ne në Shqipëri, jo vetëm, nuk po them sikur të jetë rezervuar nga natyra çdo gjë për ne, kjo është pak më e përgjithshme, dimër, po gjithsesi ne ajo çfarë na intereson edhe vëmendjen maksimale e kemi për ato çfarë ndodh mes nesh, mes njerëzve tanë. Edhe ka qenë realisht një mot një dimër i vërtet, si në filma. Në fakt kështu ka qenë edhe para 35-36 vitesh, kur unë linda Timbir, më kujtohet atë ditë ishte aq ftohtë dhe ishte vitet 90, vitet më të vështira, ku kushtet ishin shumë të vështira, që më rikujtoj kohën atëherë. Fiksa të ditë. Po, fiksa të ditë. 36 vite më parë, ka qenë po kaq ftohtë. Po kaq ftohtë, sa që është sot, dhe madje
ishte jo vetëm ftohtë, po binte edhe kështu një lloj si dëbor, do me thënë një dëbor e shkrirë, një dëbor shumë një kohë shumë bezdisëse, shumë e ftohtë dhe me shumë siklet. Mbasi edhim qepën, do ta lëm të marri një të kuqe pak të lehtë dhe pastaj do t'i edhim mishin e grirë, se do bëjmë atë që quhet në gjuhën e zakonshme ichi. Pra, ajo pjesa e ushqimit për të vendosur pastaj me radhë ketava, njëra mbas tjetrës të gjitha produktet që i përgatisim. Duhet që gjellën në përgjithësi gatuhet me zjarr jo shumë të fortë, për arsye se duhet të vi mirë dhe të ndjehet shija e mirë e asaj që neve bëjmë. Së bashku me to i hedhim edhe pak hudhër, sepse hudhra e ndihmon shumë. Dhe po e pres, nuk po e shtyp. Dhe po lexoja në fakt që hudhra ka shije të ndryshme nga mënyra se si ne e coptojmë. Po. Nëse e lë të plot, nëse e pret në feta, nëse e pret në kubik apo nëse e shtyp, ndryshonte mënyrën se si i jep të shije gatimit. Kështu që ndaj ndonjëherë ne e theksojmë këtu, dhe në fakt unë nuk e kisha vënë re kaq mirë, veç se kisha kuptuar që kur e shtypje hudhrën lëshonte aromë më të fortë, më të mirë. Po, kur e shtyp hudhrën, hudhra është më e fortë, më e mirë. Po edhe me prerje ndryshonte. Kur vendosi të bësh këtë lloj, po themi, përzierje, është e nevojshme që të jetë me prerje, ndërkohë paralelisht Katerin mund të ndezim pak furrën? Po, e ndezim. Vendosim patjetër. Në fillim në 250 gradë, pastaj mendoj se është okay këtu. Do me thënë që në mëngjes Katerina të fut në punë. Edhe thotë, s'ka më tani kështu. Si për të qenë në gatimsi andi, ne nisim punën ditën shpejt, në fakt, po. Kësa i thonë, është 3 thënjet më të bukura që kam lexuar nga këto proverbat kineze, është 1. Të çohesh herët në mëngjes. 2. Të hash mëngjes dhe 3. Të martohesh herët. Dhe martesa duhet herët. Po. Sa herët do ishte sipas kinezëve të paktën? Herët do të thotë që të paktën në moshën, po themi, në të 20-ta. 20-22. 22 aq shpejt martohemi? Po. Zyshnora ti mendon se vërtet duhet martohemi aq shpejt? Sigurisht unë nuk e thash që duhet martohemi. Me haqë prapë. Shumë shpejt. Po thash që... Do me thënë, se cili vendos vetë, nuk themi, po. Mbasi hodhëm qepën, i dham një ka urtisje të plot, tani kemi hedhur mishin dhe do ta lëm që të vi bashkë në... Po, dëshiroj t'i kaloj aty. Ja, ti e shku. Faleminderit. Se mbaruan patëllgjan. Se sa t'ja marrë dorën kuzhinën, se thash. Edhe këto mbaruan, e morën atë nxehtësin. Gati. Të lumt. Je një super artiste. Kjo ishte e gjitha. E hedhë mirë këtu. Ke më shumë hapësirë. Sepse ka më hapësirë dhe na bëhet më shpejt, edhe më mirë dhe është merr dhe shijen e patlıcanën dhe bëhet, ja. Ne do bëjmë edhe beshamel? Po, do ta bëjmë dhe beshamelin këtu që na duhet ajo e vogla. Tani i hedhim dhe pak vaj. Kaq. Ndërkohë i hedhim kripën. Kripën zakonisht ne mamat e shohim me sy, po një luk jo më shumë se sa një luk gjedhe që të mos bëhet shumë e kripur, sepse ka dhe shumë gjëra brenda. I hedhim piperin e zi. E të na marrë një faqe mirë mishi. Që të marri mishi dhe që të marri dhe shije të plot. I hedhim gjethet e dafinës, që japi një shije fantastike. Bukur.
Po gatuaj musaka me patate dhe patlıcan, kemi përfunduar një pjesë të punës, sigurisht që kemi dhe pak së pari për të përgatitur beshamelin, siç tham, dhe më pas shtrimi në tavë se përfundon. I hedhim edhe salcën. Dhe plotësohet. Dhe bëhet një super dashuri që kur ta hanë çunat, do thonë të lumto zyshnora dhe hajde prap, prandaj bëra 4 persona, se doja që ta hanin të gjithë. Të gjithë nga pak si gjithmonë. Nga pak të gjithë në mënyrë që kur të shkonin në shtëpi ja u thonin nuseve ose mamave që po, është në fakt një ndarje eksperiencë. Një rast i veçantë që ne të konsumojmë nga duart e tua ushqim, sepse nuk ndodh lehtë që ti të kesh nderin, jo vetëm nga zyshnora, po edhe nga një person i politikës dikur, pra, se tani politika ti e shkëputur ku bë vite, po gjithsesi të lidhim me atë. Jo, ne duhet të kuptojmë një gjë, që politika dhe politikanët janë njerëz që shkojnë në tualet, që bëjnë të njëjtat gjëra që bëjnë njerëzit e zakonshëm. Thjesht na duket kështu kur marrë përsipër të bëjnë një gjë pak më shumë, do me thënë një përgjegjësi më të madhe. Se është pastaj, ajo ka të bëjë me identitetet dhe me personalitetet e njerëzve. Dhe pak ujë. Edhe pak ujë, sepse e shohim me sy, në mënyrë që kjo të bëhet pak e lëngshme, se duke u bërë e lëngshme, tani është gati gjysmë e gatshme. Duhet ta ul temperaturën? Po, ta ulim pak fare temperaturën, jo shumë, po pak. Tani patatet i kemi dhënë një val të vogël, dhe tani i presim në formë kubike, në mënyrë që do t'i shtrojmë ke tava. Kjo kafe quhet të pish kafe X, me X. Të bëft mirë, uroj ta ke shijuar se është... E kam shijuar pa fund. E nxituar këtu puna dhe... Ajo kafja në një herë shijohet këtu në qetësi. E kemi me kohë pune. Keni dëgjuar kur thuhet kohë pune? Pataten e presim në formë rrethore. Kështu. Është zirë aq sa duhet. Nuk e presim shumë të trash. Pra jo një zirje plot. Një zirje but që të bëhet brenda kohës televizive. Kjo është edhe për ato që duan që të gatuash shpejt dhe që të mbarosh punë sa më shpejt në... Nuk ka kënaqësi më të madhe që mbasi ke gatuar, e shtron tryezën bukur, dhe kur vin familjarët për të ngrënë, ti shef që në përmjet ushqimit, ato ju shkëlqejnë syt nga kënaqësia, sepse të ushqyerit është një lloj kënaqësie. Është dashuri, më vete, do të thënë nëse ka kënaqësi më të mëdha në jetë, një prej tyre është ushqimi padyshim. Pikërisht, prandaj dhe njerëzit duan që në ditë pushimi ose në ditë të tjera të bëjnë gjëra të cilat i mbledhin rreth familjes dhe i bëjnë të ndjehen mirë. Dhe të gëzojnë pa fund me njëri tjetrin. Ty, Katerina, të pëlqen të gatuash? Edhe të gatuaj, edhe të shijoj shumë. Do më thënë, është realisht një gjë që mua më lumturon. Nëse kam pjatë të mirë, unë mundësisht edhe nisë edhe kërcej në momentin që e shijoj, sepse realisht është... Po ja çuna s'e kam vënë fare muzikë. Vetëm kur bëj kalime, s'po vën kështu. Po megjithatë, në fakt, na dëgjojnë, kështu që nëse duan e shtojnë. Duhet kuptuar një gjë që nëpërmjet gatimit, zakonisht kur gatuhet asnjëherë nuk gatuhet në kështu. Unë në shtëpi me muzikë gatuaj. Bravo, sepse thuhet që nëse gatuam me muzikë, edhe ta vëm këtu. Ku të doni, ku e ke më mbarë? Nëse do taf tjetër, më thuaj. Kam përshtypje më duhet pak më e madhe. Nga këto të qelqit ndoshta? Më mirë, më pëlqen kjo qelqit se del edhe... është pak më e madhe, thua? Është më e madhe, po. Okej. I hedhim dhe patate dhe pak krip, i hedhim dhe pak piper në mënyrë që ajo të bëhet e shishme, dhe tani fillojmë shtrimin. Vendosim me radhë. Bëjmë shtres. Shtresa e parë. Ja shtova pak unë temperaturën, po se di tani ta ullë. Jo, s'ka nevojë më, sepse është okej. Ajo po e ullë këtu. Është në rregull. Pra, shtresa e parë është me patatet. Bashkë me patatet vendosim edhe me radhë
ku e kam atë? Patlıcanët, ë? Po, patlıcanët. Marrim edhe një lugë të madhe që do na duhet me patlıcanët. Pjesën tjetër. Lë këtu. Ndërkohë për beshamelin dëshiroj. Ndërkohë tani do vëm një çik një tenxhere të vogël, ja këtë tenxhere. Në rregull. Këtë. Dhe nisim me gjalpin, ë? Po, do i hedhim gjalpin, Marrim dhe olën. merrim dhe olën, marrim pastaj dhe qumshin. Ja, këtu me mielin ola për çdo përdorim. Atë si gjithmonë nuk i ndahemi. Cilësisë më të mirë. Sa të rëndësishme janë produktet ushqimore kur janë të shijshme dhe kur janë të freskëta. Një nga gjërat që ju jepen këshilla mvisave është sa herë që shkojnë për të bler, duhet shohin gjithmonë datën e skadencës, në mënyrë që kur merr një produkt të mirë, edhe ushqimi del shumë i shijshëm. Edhe del me thonë që kemi kaluar në hapësirën e publicitetit. Kështu që montojmë atë dhe beshamelin ndërkohë të ndihmoj unë. Vetëm më thuaj sa lugë miell dëshiron që të shtoj. Po. 3 lugë. 2-3 lugë? 2-3 lugë, po. Ja, ndërkohë hedhim këtë. Shtresën e parë. Ja, sa të shkri pak gjalpi dhe më pas do të vazhdoj me mielin. Kurse këtu tek tava, siç po shihni në ekran, janë vendosur shtresat patate patlıcan, tani është mbushje dhe besoj edhe një shtresë tjetër me patate patlıcan, ë? Aq. Bukuri. Kjo është rruga që do të ndjekim për të përgatitur një musaka të shijshme me patate dhe patlıcan, të plot mish, salcë, gjitha pra dhe me beshamelin që do të ketë në sipërfaqe, që do ta bëj shumë kremoze si pjatë. Ndërkohë gjatë recetës së dytë kur ne do të kthehemi, do të jetë një recetë shumë e thjeshtë dhe shijshme me brokoli dhe avokado. Këta janë përbërësit kryesorë, sigurisht ne do t'i shohim kur të kthehemi të gjithë hapat që do të ndjekim për realizimin. Ju jap edhe një herë recetën me shkrim teksa bëjmë gati shtresëzimin siç e do musakaja. Dhe përbërësit pra që do të bëni gati janë 1 kilogram patate për 4 persona e për llogaritur, gjysmë kilogrami patlıcan, çere kilogrami mish të grirë, më pas kemi 2 qep, 4 thelpinj. Kemi hapur. Kjo është në maksimum. Okej, në rregull. 4 thelpinj hudhra ndjes, pore domate, 2-3 gjethe dafin, piper të zi, një gotë verë të kuqe. Gotën e verës duhet ta kishim hedhur te mishi ndoshta? Po. Haruam të dyja. Ja gabimi. Se tani që po e lexoj te receta. S'ka problem, ajo shihen e ka gjithsesi. Po jo, duhet ta kishim hedhur, po ja haruam. Një aromatizuese ekstra vera. Po. Ja mund të kur ta bëni vetë në shtëpi bëjeni me. Jo, ja mund t'i hedhim pak tani për t'ja shtuar si shije. Sepse gjithë puna është për t'i dhënë pak shije, ja. Ja, dhe të shtem edhe temperaturën këtu. Kaq, sepse... Në rregull. Bravo. Ne do ta lëm të avulloj pak. Po. Ndërkohë këtu të gjalpi, sa po të shkri do shtojmë edhe mielin. Nëse beshameli kjo është, gjalp, miell, qumësht. Po. Në rregull. Kjo pra ishte pak a shumë përgatitja e musakas, do ta vendosim pastaj në furr, sa grad? 250 grad në fillim, pastaj do ta ulim. Ta lëm sepse është gati e gatshme. Do thjesht vetëm lidhjen dhe një pjekje përfundimtare, gatim përfundimtar të perimeve kryesisht. Fiks. Mirë, shkojmë në publicitet dhe kur të kthehemi shohim prap? Shkojmë. Atëherë bëjmë një pauzë të vogël, ne do të merremi ndërkohë vetëm me beshamelin, sepse këtë përgatitjen e të gjitha shtresave ju e pat, nuk ka asgjë tjetër. Vetëm do bëjmë gati beshamelin në publicitet dhe ju a tregojmë të përfunduar, të shtruar në tavë kur të kthehemi bashkë me recetën tjetër, që thamë do të jetë një sallatë e shijshme me brokoli dhe avokado. Shumë e shëndetshme duket nga përbërësit, vazhdoni na ndiqni, takohemi pas pak.